Përshëndetje, mirë se keni ardhur në kanalin tim, në një video të re me mua, me Romilda, për ata që nuk më njohin. Dhe sot, unë po flas me zë të ulët, uroj që këtu zëri të vi pak më i lartë, pasi kam zonjë në gjumë. Edhe po rria, thash, ok Romilda, i ke thënë gocave që do bësh video për maska, se i kam lënë shumë pasdore. Dhe sot vendosa që të bëj mask për fytyrën. Në fakt, doja që këto gjë ta bëj çdo ditë për një muaj rresht të paktën, siç ju kam thënë. Nuk e di nëse do arrit ta bëj dot, por sot vendosa ta bëj një mask dhe ndoshta, meqense unë në dhjetor kam shumë qejf, dëshirë dhe uroj që të kem edhe kohë për të bërë vlogmas, dua që çdo ditë të bëj edhe këtë maskën shtesë të vlogmas, domethënë. Por nuk e di sa do arrihet, siç u thash, sepse nuk e di çfarë ndodh. Kështu që vazhdoj pa humbur kohë sot me një mask e cila ka disa përbërës, të cilët janë atëherë kurkuma ose turmerik. Unë këtë mjaltin kam edhe nuk kam mjalt tjetër, kështu që unë do përdor këtë mjaltin. Do përdor edhe çik, me thoni këtë, miku tani, gjithmonë e harroj emrin e kësaj, ose kur të më kujtohet, po këtë, e kuptoni vetë ju. Dhe kam edhe kos të bërë vetë këto. Në fakt mund të shtoja edhe limon, por unë nuk dua. Gjithsesi, të shohim, ndoshta e bëjmë ndonjë mask tjetër me limon e me disa përbërës të tjerë. Sot do e bëjmë me këtë, kështu që pa humbur kohë, vazhdojmë sepse mund të na çojë zoi nga momenti në moment edhe nuk e duam këtë gjë, normalisht. Tani, do i hedhim nga një lugë të vogël nga të gjitha këto përbërësit. Unë zakonisht e shikoj edhe me sy, se sa do bëjmë me hapa komplet. Sepse nuk dua të bëj edhe që të la aty të mbesi, sepse nuk jam e sigurt nëse do e bëj dot nesër me sy. I hedhim një herë, hedh në fund këtë. Hedhim edhe një lugë kështu. Prapë s'po më kujtohet emri, që bëhet kështu. Okej, edhe kjo. Tani, mirë do ishte që të kisha hedhur edhe kosin. Nuk ka problem nëse nuk keni kos të bërë vetë, nuk është se ju prish ndonjë gjë, s'ka asgjë. Unë meqense e kisha, thash kanell. Me erdhi. Meqense e kisha, thash, okay. Hedhim një lugë. Tani do hedhim edhe mjaltin këtu. Dhe do ta shikojmë se si është konsistenca. Nëse ka nevojë, unë e shikoj edhe me sy këtë një lugë të vogël. Okej. Se nga që unë bëj gjithmonë maska dhe më është mësuar edhe syri duke i përdorur këto sasit. Ja, ku e kemi goca. Tani e përziejmë. Atëherë, kjo maska është shumë maskë e mirë, me thënë të drejtën. Kurkumaja besoj se e dini që përdoret shumë, sidomos nga këto vendet arabe dhe jo vetëm, për çdo lloj gjëje, kështu që e keni shumë të sigurt këtë maskën për ta bërë, në kuptimin që është maskë shumë e mirë. Por e kam thënë edhe dua ta rithem sërish, nëse ju bëni maskë një herë në kaq kohë, vështirë. Puna ime tani që i kam lënë pak masdore, nuk duhet ta bëj këtë gjë, por që të bëj? Keni parasysh kur merresh
Dhe me thënë jo punët e internetit, jo zoj, çdo gjë ka të vetën edhe nja. Duhet jetë një kështu. Shkojnë? Kështu. Por duhet bërë më shpesh. Dhe këtë maskën, si që me thoja, kjo ndihmon për rrudhat, për njollat, kafe që keni, jep freski fytyrës, hidraton. Prandaj tham, e bëni. Ja, kërë keni, të mundojnë që mos tani, kam vërë në re tek videot e fundit që kam postuar në YouTube që më kanë dalë me ekran të vogël. Unë nuk e kisha vërë në fakt, po më kanë thënë dhe të tjerët, nuk e kisha para as vetë në YouTube në të ndrejtë në televizor. Edhe, tash Romilda, ndoshta sepse unë e mbaja telefonin vertikalisht, sepse 17 kishte atë opsionin aty që e shtypte videot dhe e bën atë horizontalisht vetë, pa e kthyer telefonin. Dhe u gjenda mirë ashtu sepse nuk është ishte, domethënë i mbaj syt drejt, jo kështu që unë duhet të shkoj tek kjo kamera, tek një ngjyra jeshile aty. Edhe më duket se ajo më solli probleme që po më dilnin videot, dilte domethënë figura e vogël dhe thash ok Romilda, do jetë kjo besoj. Tani unë e kam kthyer telefonin horizontalisht edhe po i bëj kështu videot, kështu që uroj që kjo të dalë mirë. Tani po e vëre që pas kam harruar të ndes edhe dritën këto se kam vendosur. Nuk e di nëse do duket mirë me dritë. Më mirë. Sa pas kam bërë. Po ndonjëherë reflekton shumë dritë edhe se si më duket. Okej, vazhdojmë pa humbur kohë. Aplikoj maskën. Ndonjëherë do duket sikur shikoj shtrem, por duhet të shoh edhe se si ta aplikoj, ku ta aplikoj, domethënë që mos bëhem pisë në saktë. Ai kosi që e freskon fytyrën. Dhe përpara se të përdorni maskën, goca mos harroni të bëni testin e alergjisë. Do thoni ju po ti që se bën. Sa heri kam bërë këtë maska. Nuk kam nevojë. Edhe se më thoni pasaj jo po pse më bën alergji, por kjo maska ka edhe këtë gjë që kjo kurkumaja domethënë të djeg pak. Kështu që mos u shqetësoni nëse keni pak djegje, thënë jo kujdion ekstreme. Kam vënë në re që kanë ardhur goca të reja këtu dhe faleminderit që më keni bërë subscribe, uroj të qëndroni sa më gjatë këtu. Dhe të kënaqeni, sepse do na vinë video të bukura, së shpejti vlog, mas kam qef sepse unë nuk e di, nuk kam bërë ndonjëherë edhe nuk e di si funksionon, kam harruar s'kam pa këto videot, ose kur të bëjnë goca, do shoh edhe unë që bëjnë goca. Edhe kështu. Edhe me qenë se po bëjmë këtë maskën, bëjmë edhe qik muhabet, jam duke përësitur disa gjëra tek sheni, e kam pushur aty, o zot, se keni ide sa lek, po nejse, sepse dua të marrë Zojt veshje për vitin e ri që të bëjmë fotot, jo të bëjmë fotot të tre, meqi, pash në fakt të action, të aksioni këtu, që kishin darë ca pijama, po nuk është se më pëlqen shumë, e thënë drejtën, edhe thash ok, do shikoj edhe njëherë nga sheni, dhe sheni normalisht i ka shumë të bukura, pavarësisht cilësisë. Gjithsesi, nuk është se na duhet shumë cilësia për vitin e ri, sepse mjafton të jenë të bukura, ne foto do t'i bëjmë, kështu që është ok për këtë gjë. Dhe jam shumë e pavendosur, sa më shumë shikoj, aq më keq. Shumë e pavendosur. Gjithsesi, do e gjejmë diçka. Edhe ja, kjo maska, kështu, ka që ishte goca, ka ngell edhe pak këtu, edhe e dija që do ngelte, sepse gjithmonë, sidomos kur kanë shumë përbërës, kur ka shumë përbërës, bëhet goqa, prandaj nuk duhet që t'i hedhë shumë. Nga një lugë të vogël edhe mjafton. Okej, ja.
se me qëra muhabeti se po bëjmë me maska, se mos filloni edhe ju si ato në TikTok që hodha unë një video 33 vjeqe dhe pa ndërhyrje e kështu gjërash. Edhe më kishin komentu, jo po kjo bën dhe maska, jo po kjo bën dhe kështu. Njerëz, nuk është e lehtë të mash fytyrën në këtë moshë pa ndërhyrje. Edhe unë nuk është se jam kundër ndërhyrjeve, absolutisht. Mund bëj dhe unë në një të ardhme. Por, që ta mbash vetë, po shikojmë shumë, sidomos kur je shtatzane, mas shtatzanisë, kështu gjëra. Po nuk bëre trajtime e gjëra, unë që s'kam bërë kur, e kam super, që s'kam bërë kur, dhe më thënë, kështu në për këto klinikat, flasë që bëjnë. Edhe kështu. Kjo maska duhet bërë 2 herë në javë, pasi është kjo kurkumaja, edhe bëni 2 herë në javë. Jeni okej, ta mbajnë tani për 15-20 minuta, edhe 15 mirë nëse nuk i duroni do të atë edhe, si thashë kjo duhet djeri pak. Pastaj me ujë të vakët, me ujë të ngrohtë, edhe me një krem hidratues normalisht. Edhe kështu. Tani, okej, me qenë se e mbarua maskën dhe bën goxha minuta, unë nuk po rri këtu kot, po e pres jashtë kamerës maskën që do thahet, edhe pastaj ta lajm dhe vendosim një krem hidratues së bashku. Goca, erdha, siç mund ta shikoni, fytyra ime është pak e kuqe, por mos u trembni sepse vjen si shkak i tumerikut. Dhe kjo do thotë që puna është bërë. Tani, ju mund të jeni edhe pak më pak se kjo që ju hodha unë, nëse e keni me pak frikë kur i thonë, që për rregull e vlogët se mask po bëj. Por, nëse ju djeg fytyra, unë kam për shembull këtu akull dhe e bëj në fytyrë. Kjo nuk është alergji, se besoj se e kuptoni se si është alergjia edhe si është goqa se më ka edhe zoj, se u zgjula patushi mamit. Besoj se ju e kuptoni se si është alergjia apo se si është kur e ke nga maska e zëm, nga kjo maska, nga tumeriku që i ka dhënë skuqje fytyrës. Por, besoj se edhe kur shkoni në për këto qendrat estetike, i keni vënë në re që, uroj mos më të jetë lagur mikrofoni, i keni vënë në re që fytyra bëhet e kuqe edhe atje, kështu që nusja është duke fshirë, mos u bëni merak, thjesht bëni testin e alergjisë, ju lutem. Edhe i hidhni gjysmë luge të vogël nga tumeriku, që t'jeni brenda asaj sigurisë, më thënë që hidhni gjysmë luge të vogël, okay? Jo kaq sa ju hodha unë, se ndoshta edhe unë e kalova pak nga ajo mania të bërit video e kështu, por s'ka problem. Fytyra ime e duron sepse unë e njoh fytyrën time se si e kam, kështu që unë them se i ka bërë shumë mirë, mi ka djegur gjitha ato çka kam aty në fytyrë, edhe për shqef e kam tani. Dhe tani do përdorim kremin hidratues, siç e kam thënë, gjithmonë mbas maskës përdorni krem hidratues, sidomos mbas këtyre maskave që kanë këto përbërjet kështu që të djegin. Dhe ju lutem, bëni testin e alergjisë më përpara se të bëni këtë maskën, apo çdo lloj maske tjetër, por kjo njëherë. Dhe juve që keni fytyra, do me thënë me akne aktive, të themi, ose keni fytyrë shumë të ndjeshme, mund të përdorni shumë pak me tumerik. Të hidhni shumë pak tumerik, jo shumë, ju lutem. Se nuk dua pastaj të më thoni që jo për Romilda na the ti e kështu e ashtu. Shikojeni vetë fytyrën se si e keni, se çdo njeri e njeh fytyrën e vet. Kështu që prandaj, ja, unë e vura edhe këtë kremin hidratues. Qafën harruam ta lyenim mbarja, s'ka gjë. Normale kur nxiton, në me dritë. Në angle, bravo. Kur nxiton, se gjërat zoj, i harron, disa gjëra këtu janë bërë me ujë, sepse bëra pak
me akullin, përpara se të filloja. A vash mama, do mytesh, Zoj? Zoj. A falni, përpara se të ndezja kamerën, në bëra pak në fillim me akull edhe u bë me ujë kjo blusja. Por ja ku është, nuk është edhe shumë e kuqe, ndoshta duket edhe aty, se di, por kjo nuk është alergji, më besoni që nuk është alergji, pastaj është në dorën tuaj, nëse doni ta bëni, nëse nuk doni ta bëni, ju e dini. Unë e bëra edhe sot se kam përdalë, kështu që jam okej me maskën. Dritën, kështu që jam okej me maskën. Fytyra do rregullohet avash, do iki kjo skuqa edhe kështu. Kështu gocan, ju lutem, mos harroni të bëni, nëse nuk doni të fusni fare turmerik, e bëni pa turmerik, por ajo është baza e kësaj maskës, kështu që prandaj. Siç po thoja, mos harroni të bëni testin e alergjisë, nuk dua ta përsëris, ma ju lutem. Ndiqni këshillat e mia, këto që ju tham unë që janë kryesore përpara se të bëni maskën e fytyrës. Okej. Tani unë ju përshëndes, do shihemi me video të tjera dhe me maska të tjera. Mos harroni të bëni subscribe.